Myftinia e Pukës në këtë fillim të muajit të shenjtë të Ramazanit shtoi iftarin e parë me mbështetjen e shoqatës humanitare Jeta. Në këtë tryezë me besimtarë musliman, të krishterë, deputet dhe autoritetet vendore, Myftiu i Pukës Imam Gëzim Kopani tha se Ramazani është muaj i shenjtë i përbashkimit. Është muaj i Kuranit, muaj i bashkimit, muaj i natës së Kadrit, i uljes të gjithëve në tryezë pa dallim, i pasun apo i varfën, grua apo burr, fëmijë apo i moshuar. Uroj që të lënë gjurmë tek ne jo vetëm gjatë këtij muaji, por edhe gjatë muajve tjerë. Ky iftar organizohet nga Myftinia e Pukë, fal mbështetjes dhe bashkëpunimit me shoqatën humanitare Jeta. Sot bashkë me te ju kemi marrë ndihmë rreth 200 familje me ushqime. Deputetët e pranishëm uruan për një agjërim sa më të lehtë besimtarët, ndërsa u shprehen se këto janë momente kur nuk ka asnjë lloj ndasie. Periudha e Ramazanit dhe sidomos të iftar, si ky i sotmi, shërbejnë për mu bashku më shumë me njëri tjetrin, pa dallim feje, pa dallim politike, për me kriju një frymë miqësie dhe për me kriju një frymë bashkëpunimit. Është nësi të marrim pjesë në këtë iftar me dashamir të kësaj treve pukiane. Iftar të marë, të letë, sa më të lumtur me njëri tjetrin, sa më të dashur dhe sa më të bashkuar. Një darkë e mrekullueshme për mua, si familjar, si deputet, po edhe si njëri që jetoj në këtë zonën e Pukës. Në emër të komunitetit katolik, përfaqësuesi i kishës atje Dod Marinaj tha se besimtarët në Pukë bashkëndajnë vëllazërinë me njëri tjetrin si një vlerë e jashtëzakonshme. Këto muaj të veçantë si për krishterët, si për muslimanët, janë muaj që forcojnë marrëdhënien me Zotin dhe forcimi i marrëdhënies me Zotin na mbush me dashurinë reale që ndryshon nga dashuritë që na sugjeron kjo botë, dashuri për interes, dashuri falso, dashuri fasad. Zoti e ka mush me dashuri reale popullin pukian që bashkëndan, uroj muaj të shenjtë për të gjithë komunitetin pukian dhe për gjithë Shqipërinë. Iftarët në Pukë dhe ndihmesa për familjet e varfra në muajin e madhërueshëm të Ramazanit janë kthyer në një traditë tashmë për të qenë pranë atyre që kanë më shumë nevojë, si dhe për të bashkëndarë mesazhe paqeje në këtë ditë të shenjtë.